Në fakt, pyetja ime ishte për ambasadorin Gonzato. Zoti ambasador, progresi raporti i Komisionit Evropian dhe njëherë certifikoi zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, mbetet shqetësuese polarizimi politik dhe dialogu. Në kushtet kur Shqipëria tashmë duhet të çojë përpara një sër ligjesh për integrimin. A keni ju një mesazh për palët politike? Faleminderit. Yes, and it's a message that dhe mesazhi im është një mesazh të cilën unë jap pothuajse çdo ditë në bashkëbisedimet me deputetët që Kuvendi ka një rol absolutisht kyç për të luajtur dhe thirrja ime është që të kenë dëshirën dhe mundësinë që të luajnë rolin e tyre dhe të japin kontributin në këtë proces reformas i cili do ta sjellë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe siç e kam thënë edhe në fund të fjalës time, na duhen debate të shëndetshme që sigurisht mund të jenë edhe kritike, se në fund të fundit ky është kuvendi në të cilin është forumi, në të cilin pra shprehen mendime të ndryshme edhe për mënyrën se si do të bëhet Shqipëria shtet antar. Dhe këto debate do duhet të bëhen dhe do duhet të jenë mundësia që qytetarët të kuptojnë se për çfarë janë këto reforma, përse po bëhen, çfarë ndikime do të sjellin në jetën e tyre, në bizneset e tyre. Dhe kështu ne sigurohemi që reformat të jenë të qëndrueshme edhe në periudhën afatgjatë, sepse njerëzit do të kuptojnë që ato janë reforma që kanë të bëjnë edhe me ta. Faleminderit.